E di pse e ftova Aldi Gjoka, që është një nga çunat e Andeles, sepse mua ka bërë përshtypje diçka, se thashë që sado këtu tregon mund ta quaj fanatizëm, po shumë konservator, domethënë edhe raporteve me gjërat që do të bëj apo marrëdhënien që do të krijoj, që ka drejtën e vet, po pastaj më bëri përshtypje sepse erdhi një herë motra Aldit, erdhi këtu, e kam njohur, edhe Aldi ka 3 motra? 4. 4 motra. Dhe intelektuale, shkolluara të gjitha, dhe i thashur, si ka mundësi ky bën këtu fanatiku me 4 motra dhe çuni vogël? E para tha, se është edhe aktor i mirë, po e dyta që më pëlqeu shumë, tha, duke na treguar historinë që mamaja na ka trajtuar njësoj, edhe pse ti djali vetëm, edhe pse djali vetëm fare, domethënë, tha absolutisht, tha, motra se kemi ndier fare që çuni duhet të ketë diçka më shumë. Edhe kjo më ka pëlqyer shumë. Po në fakt e marr parasysh se për shembull unë vi nga i qytet Verior Lezhë, se është pjesë e Veriut dhe normal kur ju thu diku që jam nga Veriu, është gjithmonë gjëja e parë që mentaliteti se je djali vetëm, ti do të jesh më i llastumi, ty do të marrin pllumb dorës. Po në fakt kjo është si me 2 presa, si thika me 2 presa, kjo gjë kur je djali vetëm, kur trajtohesh nga një nanë, sepse nana, për shembull mami jem, e ka pas atë figurën e mashkullt, atë figurën e vllajt të familja vet. Ka qenë vllai i madh dhe gjithë mas vllajt madh, ç'a thotë ai, mas babi, domethënë ai merrte vendimet, edhe kjo gjë që asaj si ka pëlqyer, a mundu se të fëmijët e vet ta ndryshoj për shembull. Ndërsa dikush tjetër për shembull mund ta shikojë te vllai vet si shembull dhe ta bëjë një lloj, ndërsa mami jem bani të kundërtën. Tha, "Okej, ka qenë kohë atëherë, po tash ne do të ndryshojmë." Unë kam edhe motrën e tretë për shembull, sa është ky shpirti i revoltës në thojse, se për shembull për çdo gjë që mund bësha unë e them që pak a shumë tash të flasim realiteti, mentaliteti që një djalë i tolerohet, mos të keq kuptohet si fjalë, po i djalë tolerohet për shkak që mund dilsha vonë, unë mund dilsha me shoqëni, jo safsha herë telefonin që mos ta hapte motra, do ishte ndrysh, mos ta hapsha unë hajt se Aldi, dhe e kam pas edhe te motrat ky gjë që të jena gjithë barabartë, që në disa raste për shkak mund të ketë ndodhur që unë jo të jem paragjiku se është fjalë jo e dur, po mos jem vlerësu një lloj sa motrat, në këtë rast që unë mos më duk sikur po më vlerësojnë mua, kupton? Për shembull, po marr shembull mramjen e maturës, zem. Ka mramjen e maturës vajza, normal sa vajza, kupton se duhet më shku ti blejmë copën e fustanit, ti bëjmë ta gjejmë, ta rregullojmë 2 javë para i muj para. Ndërsa unë kur ke maturën hiç që kam këto, po mirë, ai tu hik, po pse se di, tak ika direkt për Itali, nuk ika hiç mramjen e maturës. Te diplomimi vajza, atu diplomu vajza, gjej kostumin vajzës, gjej rrobat vajzës, gjej rroba për vete, ban zëvendëso datën te puna pushim. Unë ditën e diplomimit kisha i gjejmë në 90 fatkeqësi isha në komisariat, kam dalë për komisariat ka ora 4, kam shku jam la shpejt, e kam hik te diplomimi. Edhe është kjo gjë që jam trajtu, jo se jam t'ja vua ty në fajnë sepse s'po e vlerësojmë, po thjesht janë mundu mi pa gjanat barabare, ndoshta ka herë vajzave mja u ba ma përmar gjanat. Ke pasur të kështu tendenca rebelizmi, ti je rritur në Lezhë. Po. Je rritur në Lezhë. Ke pasur Po, kam pas shumë momente rebelizmi sepse t'jetosh me 4 femra në shtëpi, 4 femra se pa llogarit motrën e vogël, se me llogarit motrën e vogël janë 5 femra. Dhe është pak e vështirë me thënë menjen se gjithë burrat besoj në thojnë e din sa vështirë me që me një femër, jo ma me 5, me jetu me 5. Se e shifsha për shemb se nuk e kuptoshin botën mashkullore, për shemb, nuk e kuptoshin se unë jam djalë dhe unë do s'do në shok do t'ja fusi ditë për Tiranë, të shkoj mi klub ose të bëj diçka. Do s'do jam djalë, do të shkoj, do ta pi kafe me shok 4 herë, jam djalë dhe do përgjithësi i kam si jam djalë, a kupton, do nga ana ekonomike për shembull takojnë më shumë sepse unë do të dal me dikat, do të bëj, do kem më shpenzime si djalë dhe se kuptoshin. Dhe mbate këtë pjesë në rebelizmit, po se kuptoshin as motët edhe familje, për shembull babin e kam një njeri shumë punëtor, familje super normal që punojnë punë shtet me rroga normale dhe unë pretendoj për vetës shumë gjana dhe kur shkoj te shtëpia dhe i çaj se unë du me bë këtë, do me bat, thot po pse mor bab, thot që ke marru shkollën, futum punë ti 800.000 lekë ti, 800.000 lekë gruaja, një rrogë kurseni, një rrogë hani e pini, bleni një shtëpi. Po si mor babi them unë ti 50 vjet më para, qëllimi jot ka qenë kurse ble shtëpi. Unë 50 vjet më vonë të kem njëjta qëllime si ti dhe se kuptojnë këtë pjesën e modernizimit që për shembull duhet për shembull edhe ku diun të gjanat ma moderne, ma qëllimet një që do mi arrit vetës, jo veç me rritet nivelin e shtresës normale mesatar, se njëri u shefandra, njëri u ndikohet nga rrjetet sociale, ndikohet nga jeta tjetër. Me babin, duke që se jeni shumë gra. Po. Çfarë
komunikimit të fshet keni ju bërë? Çfarë ju lidh juve të dyve? Është një komunikim mas si prapa skenave ma shumë kjo gjë që ma shumë kuptohet ma. Ndërsa në debate familjare, për shembull kur mlidhna 7-8 vetë, gjithë familjes, që bëhet një zhurmë e madhe, ne prapë e gjejmë atë rrugën atë rrugën e komunikimit të ju hap rrugë me argument, ndërkohë që ç'a bëjmë është ç'a bëjmë unë dhe ai në fshetësi, nuk ka se merret shumë parasysh, siç ja thonë, sepse 4-5 vajza kanë gjithë atë menime të ndryshme, a kupton? Dhe kam gjetë një rrugë komunikimi shumë të mirë me babin edhe më kupton shumë. Edhe mami më kupton, po. Unë shoh diçka te Aldi se prandaj doja ta ftoja se është interesant. Aldi ka ardhur në audicion me 2 çuna. Kanë ardhur të 3 dhe kanë bërë audicion të 3. Pra ishte çun shokësh dhe erdhën të 3. Tash ngeli Aldi. Ndërkohë këtu ka edhe shumë njësi me gocat. Domethënë se thon këto motrat e mia, domethënë I kam qenë këto muhabetet e gocave. Që ka këtë balancën e ka shumë interesante. Pra që I shef si shoqe, nuk po them ti turresh se I me femra dhe shqyr kam ca femra kinge rotull. Por ndërkohë ka edhe këtë pjesën e vllazërisë, sepse shokët vet madje erdhën në audicion për Aldin, pra ta mbështesin Aldin. Kështu që kjo më ka pëlqyer mua. Nuk e di se si kjo shihet nga sepse edhe marrëdhënia që krijon me goca, vërtet ti ke interesat e tua, mund të kesh ndonjë femër, po me tjerat e krijon shumë shoqërisht marrëdhënie, që shumë meshkuj e kanë vështirë ta krijojnë. Pra nëse domethënë sepse femra të bukura, pra nëse kjo s'më shërben për këtë gjë, atëherë s'të krijoj. Pra ti si e par nga kjo gjë, apo të ka ndodhur tani që ke marrëdhënie kaq shumë me goca? Me thënë drejtën, unë kam mbrojti balans sepse unë jam marrë me sport një 13 vite dhe kam qenë gjithmonë në praninë e djemve, kam qenë gjithmonë me pjesën e çunave, dil me shok, shko stërvitje, shko neshe, kam qenë shumë te kjo pjesa e meshkujve. Pastaj do erdha këtu dhe nuk ka se kam pas ndonjë shoqni të madhe në Lezhë me femra, me thënë drejtën, nga aspekti shoqëror, sepse është mentaliteti vetë atje, nuk ka se mund dalësh po dal me shoqin e ngushtë me pi kafe, a kupton, nuk ka se dilte kush po dal me shoqin e ngushtë kafe. A kupton, thjesht kanë qenë takimet e fshehta si gjithë njerëzit, a kupton. Po jo se kishte shoqni po dalim grup shoqëror 5-6 djeme, 5-6 vajza, a kupton, nuk funksiononte. Dhe erdha këtu dhe u familiarizova me to, sepse të pas dhe motra vetë ja dit paka shumë botë një femër, për shembull, ç'a mund të kalojnë, ç'a faza është tjetër, për shembull, se ka dhe vështirësi femra gjatë rritjes vetë, sepse unë mund të kem qenë I vogël 10 vjeç, por unë kam pa motrën 15 vjeç, 17 vjeç, kam pa motrën e dytë 15 vjeç, 17 kam pa tjetrën 15-17, edhe t'ja dit një cikël paka shumë femrave gjatë jetës, të e pa 3 herë të femër, se kam 3 motra më të mëdha, ndoshta mban me kuptu më shumë botën e femrave dhe më ka bërë që të krijoj edhe shoqni shumë të mirë me to. Po mendoja ndërkohë që po fliste Alti, po mendoja nëse do ishte Jungu me ato arketipet e veta, do thonte sa të zhvilluar e pas ka atë pjesën e animës që është pjesa femërore. Se ne kemi edhe pjesën e mashkullore zhvilluar dhe pjesën femërore brenda nesh. Po djem që kanë më shumë kontakte me vajzat e zhvillojnë ndonjëherë më shumë, ka një lloj inteligjence ndoshta emocionale, një lloj përfshirje ndryshe, një kuptim ndryshe për aspektin femëror, që e bën atë të fitojë më shumë pikë në thonjza, sepse nuk është e zakont për një mashkull. Po pra dhe shumë interesante sepse në fakt ai dhe pjesën mashkullore të vetën, duke ish futur dhe tradita, sepse është origjinë nga Mirdita dhe pastaj nga Lezhë Veriore, ai lun shumë mirë dhe atë. Po. Domethënë është kështu është si në mes, prandaj më interesonte shumë si personazh, se është kështu. Është si me 2 fytyra. Jo, Aldi tha këtë që në shtëpi është mësuar që të jenë të gjithë njësoj. Kurse jashtë nuk pranohet, domethënë në komunitet. Nuk pranohet që të det me një vajzë të pi kafe, domethënë për vajzën. Jo, këtu ka që më ndryshe. Jo, thjesht është nga mentaliteti, për shkak që është zona, nuk ka se tolerohet, po thjesht nuk e kanë edukatën që po dal me shokun e ngushtë ose shoqin e ngushtë, nuk ka se ka qenë shumë e zhvilluar me kjo pjesë. Po, nga komuniteti, prandaj ndihesh e dyzuar që të respektosh këtë që të mësohet në familje apo atë që është jashtë dhe ti je bërë speshuar me të 2 palë, me 2 pjesë. Për shembull, te kjo pjesa që kam shumë motra, shumë 4, se dia që u shumë apo pak, po. Do të bëj një shaka, po nuk do ta bëj dot në këtë program. Për të pasur shumë gra në shtëpi. Jam mundu për shkak që edhe një vajzë që ta gjej, jam mundu që ta gjej te ajo pjesa se tu pa mamin tim si ka duku një vajzë, kam dash ta gjej edhe vajzën që du ta njoh për shembull që të lidhem me ta, të jetë ajo pasqyrim I edukimit që mami im ka duku një vajzë, të jetë shembulli siç ka eduku mami im një vajzë, të jetë edhe ajo në ato gjëra.
Nështë më familjare me ty, për ty kjo pjesë, Po. që e kërkon edhe jashtë që ndodh në raportet intime me këdo prej nesh, ne priremi të gjejmë ato që na e mësuar në familje, mënyra se si na e kanë paraqitur qoftë burrin, qoftë gruan, edhe kemi më të lehtë të përshtatemi me modele të ngjashme. Edhe modeli i Aldit dhe i edukatës, mënyrës se si e ka edukuar ëma vjen direkt mas asaj që tha edhe profesor Neli Demi, që tha nënat, domethënë më tha e tha tamam që më vjen shumë keq që po e them këtë, por një arsye e këtij patriarkati janë nënat, janë gratë. Janë gratë, po. Kështu që në këtë rast Ka qenë ndryshe. Aldi ke shpëtu. Po, në shqyqe. Ke shpëtu. Unë falenderoj, sepse kjo ishte historia që doja nga ty. Kaq, pjesë tjetër pastaj të duam në rrugët e Tiranës duke çuditur njerëz. Pra Aldi është i mirë, mos keni frikë. Falenderoj shumë.